Vitet e para të tranzicionit të gjatë shqiptar me të gjithë dramën e kaosin që sollën në shoqërinë vendase, do të pasqyrohen në filmin artistik me 10 seri në kërkim të kujt që është duke u prodhuar nga Top Channel. Ky film me skenar të Dimitër Egjer Xhuvanit e regji të këtij të fundit fokusohet në ngjarjet e një familjeje që ka humbur gjithçka pas rrëzimit të firmave piramidale. Humbjet e një pasnjëshme gjithmonë më të rënda që nisin nga parat për të kaluar më pas në prishjen e ekuilibrit mendor dhe të familjar, deri në humbje fizike. Në kastin e rreth 80 aktorëve që interpretojnë në këtë film, rolin qendror e mbulon Niko Kanxheri, në personazh Mark Dobiani, babai i familjes rreth së cilës zhvillohet ngjarja. Një rol tepër impenjativ nga pikpamja psikologjike, por edhe fizike. Është një personazh traumatik, tragjik, pse jo, i cili tenton që të ecë përpara në kohën e demokracisë dhe papritur një shkak që duket ndoshta i vogël, kapitullimi, rënia e firmave piramidale, e le pa shtëpi, çmendet gruaja, fëmijët marrin Aratin dhe ky shkretan Marko Dobiani vjen vëdall në një gjendje gjysmë reale, gjysmë gati irreale në një trans deri sa përfundon në vetë asgjësi. 104-772. Leci! Por fati nuk do që vuajtjet e personazhit të mbarojnë kaq shpejt. Ky vetë asgjësim nuk përfundon. Ai rikthehet, si të thuash, në jetë nëpërmjet një rastësie dhe më pas nëpërmjet retrospektivave ai zbërthen tër kalvarin nëpër të cilin ka kaluar. Dhe e bukur është që ky personazh që është varrosur një herë, rivaroset për herë të fundit, për herë të dytë, vdes, ashtu shkretan në mjerim, pa marrë kontakt me gruan, me fëmijët, me të gjithë. Çdo personazh i këtij filmi është ndërtuar artistikisht për të përfaqësuar shtresa reale të shoqërisë së fillimit të viteve 90. I tillë është edhe ai Antoneta Malajt. Personazhi që interpretoj, quhet Naja, është bashkëshortja e Gëzimit në rol, që personifikon rolin e gruas shqiptare në periudhën e tranzicionit, që nuk kanë qenë ndonjëherë dakord me veprimet e bashkëshortëve të tyre, sidomos lidhur me trafikun e armëve. Por le të kthehemi te Niko Kanxheri dhe personazhi i tij stërmunduar Mark Dobiani, që përpos vuajtjeve, ironia e fatit i ka rezervuar edhe të provojë shihen e hidhur të vdekjes 2 herë. Është për të përmendur batuta e fundit e një personazhi në skenar, i cili thotë s'm ka ndodhur kurrë në jetë që të varros një njeri 2 herë. Mbrapa kësaj batute unë shoh një popull të tërë, shoh një fatkeqësi tepër të madhe. Të kalosh nga një vdekje në një vdekje tjetër. Problematika nga më të ndryshmet që çojnë në mënyrë të pashmangshme drejt krimit bëjnë që filmi të marrë tonet e një drame policore. Të tjera personazhe bëjnë kështu pjesë e rëndësishme e tij. Kastriot Çaushi është në rolin e hetuesit të policisë Almir Bali, Ndriçim Xhepa në atë të një biznesmeni, Monika Lubonja, Margarita Xhepa, Agenta Azizi, Luiza Xhuvani, Viktor Zhusti, Reshat Arbana e shumë të tjerë. Si pasojë larmisë së ngjarjeve që përbëjnë filmin, edhe skenat ku ato xhirohen janë të shumta. Për këtë flet drejtori i fotografisë Mladen Matula. Abbiamo girato al cimitero di Tirana. Kemi xhiruar në ambiente të ndryshme të Tiranës që varojnë nga shtëpi tipike të viteve të para 90-s, rrugëve, bareve apo deri dhe varrezave. Teknika e përdorur për të marrë pamje të shëtillë që të mos tërheq vëmendjen nga historia dhe aktorët. Është një film që rrëfen tranzicionin dhe ne përpiqemi të marrim të gjithë atmosferën e asaj periudhe. Një retrospektiv në dramën e viteve 90, në kërkim të ngjarjeve që tronditën vendin, në kërkim të historive të trishta të shqiptarëve të asaj kohe, në kërkim të kujt.